Tërbohet moti në vend, anullohen lundrimet e tragjeteve Durrës Baria çfarë pritet në vijim. Për shkak të afrimit të motit të keq, autoriteti portual Durrës njofton anullimin e përkohshëm të lundrimeve mbrëmjen e sotme. Si pasojë e motit paqëndrueshëm që pritet përfshi rajonin e Adriatikut, kompanitë e lundrimeve kanë njoftuar se mbrëmjen e sotme do të pezullohen lundrimet e tragjeteve nga Durrësi drejt Barit, Itali dhe Anasjelltas. Referuar parashikimeve të autoriteteve detare, forca e erës do të shkojë deri në 30 metër në sekond, ndërsa dallgëzimi në det të hapur do të variojë nga 8 në 9 ball. Lundrimet drejt Ankonës do të vijojnë normalisht.